I lutem të madhi Zot që të ketë përplasje, që të tërbullohet. Po jo tani se mund të i lutemi të ketë përplasje tani, se nuk është zgjidhje kjo. Mos u lut ti, lutem unë, i lutem Zotit që të ketë përplasje të tërbullohet njëre mirë, e të kullohet tamam se ç'është përpulluar. Sepse nesër vijnë miliona, janë të paktën 2 milionë shqiptarë që dalin nesër në protestë. Pra, ndaj u them administratës, mos i shkoni atje këti banditi që kërkon të marrë me vete, këti Zagari që ka shitur Shqipërinë dhe vete thot pa pik turpi që ai Zvërneci thot dhe Sazani nuk është i Shqipërisë. E kuptoni deri ku ka arritur, e kemi video, doni t'u jap apo e keni e gjeni vetë në YouTube. Atëre ku jemi? Çfarë duan më shqiptarë ta kuptojnë tradhtin dhe shitjen? Se u vraje sa të pas Toptani se bëri një marrëveshje në letër që nuk e realizoi dot. Nësa ky po shet gjithë jugun e Shqipërisë dhe nuk ndihet njeri. Ka mbetër kamë burra këtu të vënda po s'ka more. Kamë gra apo s'ka nga ato gra që furnizonin me xhepane kryengritësit dhe luftëtarët e 1920-s. Kamë nga ata njerëz, kanë lënë njerëz mrapa apo s'kan lënë. Se nuk po shuhet Shqipëria nga një tradhtar, nga një fëllëqësi, nga një lum i dal nga gjerizet e Partisë Punës, që quhet Edi Rama. Çfarë bëjnë këta unukët e parlamentit? Se s'më thonë, se nuk flasin. Kush ka mbyllur gojën e unukëve? Po më del një zëngjinat e një dhe dele thot Partia Socialiste do çojë Shqipërinë në Evropë. Cili Evropë moj? Jo, nuk do vemi në Evropë, ta dini. Nuk do vemi asnjëherë në Evropë. Ne do bashkohemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje kemi vendin. Ne shteti që na mbështet dhe na ka shpëtuar deri më sot, të gjallë si shteta shqiptar, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është ish presidenti Wilson, është amaneti i George Washingtonit, ta din mirë këta krimbat e kërmave të ngordhura. Këta në ata janë, këta që drejtojnë sot Shqipërinë, që mbajnë njerë të ndyrë. Dhe kanë dhe lakejt e tyre, që del dikush atje me një zë, një mashkull me një zë fëmre, që të vjen dot ta dëgjosh, ta shohësh si mashkull dhe ta dëgjosh si fëmër të vjen dot. Dhe del edhe thot, do bëhet Shqipëria e re, thot, edhe protesta është e të rinjve, thot. Dhe nga nga tjetër, bën propagandë të jashtëzakonshme për lëvizjen e tija. Ja ka thënë Orsi Azegjiu biografinë. E din mirë shqiptarët se për këtë flas. Se nuk e ndyj gojën nuk t'i them emrin atij. Pra këta janë që dalin edhe thonë protesta është për Shqipërinë e re, ç'është Shqipëria e re. Kujta thonë? Jo, kemi dalë për Shqipërinë etike dhe do bëhet Shqipëria me kufit natyror. Ka mbaruar ajo punë. Është prera i kostum. Të përcasin këta dhe ty në dalin të dalë dhe njëra nga ka dalë, nuk do shkojë e tyre, do bëhet Shqipëria etnike. Zoti Islami, të ndalemi pak tek një deklaratë që ish-ministri i jashtme Arta Dade ka bërë kundrejt asaj që po ndodh, por në një farë mënyrë edhe ndaj Edi Ramës, ku thekson se në një reagim pra që ka bërë Arta Dade, ai thekson se mbi gjitha kjo protestë nuk është kundër së majtës, përkundrazi ajo ka kërkesa thellësisht të majta dhe sociale, kërkesa për barazi, për mundësi, për mbrojtjen e atyre që kjo qeverisje i ka lënë pas dore. Ndaj kjo është një revolt dhe kundër zaptimit të së majtës. Ajo që ndodhi me Partinë Demokratike në vitin 1990, kur Sali Berisha e ktheu atë në pronë private dhe zaptoi të djathtën, po përsëritet sot simetrikisht me Partinë Socialiste. Ky zaptim duhet marrë fund, shkruan Arta Dade. A mendoni se dhe njerëzit afër Edi Ramës tashmë, qoftë ata që kanë shërbyer pra socialistët e vjetër që kanë shërbyer në qeverisit e mëparshme, por qoftë edhe këta që janë aktualisht, a mendoni se në një moment do të dalin kundër në blok kundrejt asaj që çfarë po bën Edi Rama? Janë të vonuar. Unë jam antikomunist, por në këtë rast shikoj me kënaqësi, më bëhet qefi që ka një nga ish udhëheqësit e Partisë Punës Shqipërisë, një ish ministre e jashtme diplomate e Shqipërisë, i ka marrë kthesën dhe i drejtohet Edi Ramës dhe i thotë ik zhduku.
ajo deklarate e zonjës Arta Dade është pas të qartësisht një urdhër që Edi Rama të zhduket nga Partia Socialiste dhe nga pushteti. Saktësisht të tërë shikojnë tani dhe kanë përgjegjësi, zonja Arta, po të drejtojmë këte, unë jam Zaç Islami, shikojmë mirë me kujdes dhe me vëmendje. Po të drejtojmë nga ekrani i kësaj medje të nderuar, të shkëlqyer, që hap derën për të gjithë ne advetarët shqiptar, po të drejtojmë dhe po të them, ktheuni në kryesinë e partisë të cilën u ka rrëmbyer një fëlliqësir që quhet Edi Rama. Ktheuni dhe jini me të vërtet të majtë, se mua më duhet e majtë asë zbën. Dhe dini pse më duhet zonja Dade? Nuk më duhet që të bëjmë i majtë, po më duhet që të më japë shpullën të rije ku nuk qeveris mirë. Për këtë më duhet e majta mua, dhe për këtë shërben e majta në gjithë botën. Prandaj zonjë, të përshëndes për këtë që ke thënë, realisht të përshëndes, me gjithë shpirt, dhe kërkoj që dhe të tjerët që Edi Rama i eliminoi me kujdes dhe me shantazhe dhe me depresionet e jashtëzakonshme, që i largoi nga kryesia e kësaj e partisë tuaj, të ktheheni dhe të merrni situatën në dorë, se Shqipërinë ky charlatan po e çon drejt greminës. Ky po shet gjithçka në Shqipëri. Ky po shet, ky s'ka si bëj që të komandoj dhe ajrin të na jap me para. Ky pler, që quhet Edi Rama. Zot Islami, si mendoni, a do ta japë Edi Rama dorëheqjen nëse protestat vijojnë të jenë të tilla kaq intensive, dhe nëse jep dorëheqjen, pra cili do të jetë fati i tij? Si njeri psikik që është ai, me kartel, si njeri smur që është, ai nuk do jap dorëheqje. Po ta them unë, nuk do jap dorëheqjen. Këta tipa unë i njoh mirë, këta shkojnë deri në vdekje në mendjen e tyre. Por unë shpresoj tek ata që rrethojnë t'i thërresin ata mendjes. T'i thërresin ata mendjes, sepse ai po i rrokullis dhe po i merr të tërë në greminë, se është fakt i njohur historik që diktatorët shpurën e tyre mbështetëse, piramidën e tyre e marrin me vete në gronë. Ndaj kam shpresë që dikuj do t'i vi mendja hajerit aty kur thot populli, dhe t'i thotë, o idioti, thotë, debil, ku po na çon? Kush je timur që thua ai Ishulli Sazani nuk është shqiptar, kush je timur fëlliqësirë, more njeri ndyrë që thua nuk është shqiptar Ishulli Sazani, po i kujt është more? I kujt është? Thua ju shqiptarve, se kam deklaratën këtu që ke bërë vetë në anglisht, që po qarkullon video në gjithë botën. I kujt është Sazani? Dele thua ju shqiptarve, mos fol tek televizionet e huaja thua nuk është shqiptar. Po ta majti dile thua nuk është shqiptar. Dile atje fol. Dil more frikacak, more Jeraman. Zot Islami, a mendoni se Edi Rama do të përballet me drejtësinë në gjithë shka që ka bërë në këto 14 vite qeverisje? Mbasi të rëzohet dhe drejtësisë t'i vej guri në vend. Unë bë një thirrje i LD-s, asaj kolegjës, Këshillit Lart Gjyqësor. Janë me 10 vende bosh në gjykatat e Tiranës, edhe në gjykatën e Tiranës, mirë dhe në gjykatat e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, dhe ka me qindra gjyqtarë dhe prokurorë dhe juristë të shkëlqyer që janë pa punë, punojnë avokat. Prandaj urgjentisht të plotësoj vendet, sepse mali i dosjeve po rritet pafund. Ju bëj thirrje atyre të Këshillit Lart Gjyqësor, edhe të Këshillit Lart Prokurorisë, KLP-s dhe KLG-s. Zotëri, keni në dorë fatet e vendit, mos e quani me shaka këtë që po ju them. I keni ju në dorë fatet e vendit, sepse nëse nuk funksionojnë gjykata dhe prokurorit, vendi do shkojë drejt luftës civile. Prandaj, stilini mendjes, plotësoni gjykata dhe prokurorit me personel, mos i mbani vendet bosh, se janë me 10 vende bosh, vetëm te gjykata Apeli Tiranë janë 35 vende bosh dhe nuk i plotësojnë. Çfarë kanë? Kjo është situata, zotëri, prandaj po flas. Zot Islami, a mendoni se Edi Rama mund ta lëshojë Belinda Ballukun tashmë që gjendet në këtë lloj situate, teksa SPAK-u ka adresuar një kërkesë të dytë për heqjen e imunitetit të saj në kuvend dhe më pas për t'japur rrugën arrestimit? Le mos e u bë bajate ajo punë, u bë bajate, sinqerisht. Po çfarë është një Belinda Balluku dhe në fund po jo mos e përdor si valvur për të shfryrë protestën deri diku. Absolutisht,
protesta nuk e ka me Belinda Ballukun, zotëri. Mendon ai e kam fjalën. Jo të mos mendoj fare, po ja them unë. Ne s'kem punë me Belinda Ballukun. Belinda Balluku është një ndër krimet që ka bërë edhe që po bën ai për ditë. Jo, më jo, kemi me atë personalisht dhe me grupin parlamentar të tia. E kemi me ata të jenë të sigur, të gjithë sa janë ata do vënë burë. Pa përjashtim do vënë burë. Por të rëzohen. Basi të rëzohen, basi të bëjmë një drejtësi me të vërtet demokratike, qytetare dhe zbatuese të ligjit, jo të maliqit, dhe jo një drejtësi të korruptuar, siç është për shembull gjykata e Gjirokastrës dhe prokuroria e Gjirokastrës, siç është gjykata ajo prokuroria e Vlorës. Vjen fjala, them unë se unë këto dokumenta kam në dorë. Pra, atëherë do shpëtoj populli dhe do shpëtoj nga kjo zgjedhje e ndyrë që na vendosi Londra nëpërmjet Serbisë në 1941 dhe sot e kësaj dite kur ta heqin.